Jeta dhe vepra e poetit Dritro Agolli ishte sot në qendër të aktivitetit të organizuar në Bibliotekën Apostol Meksi në Gjirokastër në kuadër të muajit të letërsisë, por edhe ditës së lindjes së tij që është 13 tetori. Veprimtaria e kushtuar Agollit nisi me një prezantim të historikut të letërsisë shqipe për të ndalur pikërisht te ky fundit nga punonjësit e bibliotekës. Ndërsa vargjet e poetit ton të madh erdhën në interpretimin e nxënësve të shkollës Koto Hoxhi. U plakën, lindën e ikën larg, ose harruan atë prag. Paska se shkuan në mërgim, sërish më erën fluturim. Më vjen në mendim një shtëpi, me mollë, dardhë dhe avlli. Poezia e Agollit quhet për dashurinë ndaj njeriu të thjeshtë, ndaj tokës dhe atdeut ku lindi. Agolli është shumë i thjeshtë dhe komunikues me çdo lloj lexues. Në prozë ai ka botuar dhe romanet si Shkëlqimi dhe rënja e shokut Zylo, Arka e djallit dhe Njeriu me tokë. Ky aktivitet përkujtimor u organizua nga Biblioteka Apostol Meksi dhe Qendra për Hapje dhe Dialog në Gjirokastër. Biblioteka Apostol Meksi sot zhvilloi një aktivitet në kuadër të muajit të letërsisë dhe të artit, i cili përkon dhe me ditëlindjen e shkrimtarit Dritro Agolli. Këta aktivitete e organizuam me nxënës të shkollave, të cilët u njohin kryesisht me veprën e tij, me jetën dhe gjithë krijimtarinë e shkrimtarit. Ata interpretuan disa fragmente nga vepra e tij, ndërkohë që ne prekëm pak dhe shkrimtarin Migjeni, i cili edhe ai sot ka ditëlindjen. Dita e sotme përkon me ditën e lindjes së Dritro Agollit, me figurat më të shquara të letërsisë shqipe, si dhe të Migjeni. Aktiviteti i sotëm, i cili sapo përfundoi, bëhej fjalë për ekspozitën e qelur, për njohjen e fëmijëve dhe të gjithë nxënësve të shkollave dhe afrimin e tyre sa më afër me bibliotekën e qytetit. I ndar nga jeta në shkurt të 2017-s, Agolli la pas krijimtari mjaft të pasur në gjini e lloje të ndryshme, poezi, poema, tregime, novela, romane, drama, skenar, filmash e të tjerë. Është fitues i disa çmimeve dhe i nderimeve të tjera. Disa prej veprave më të rëndësishme të tij janë përkthyer në Perëndim dhe në Lindje.